Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër video këtu në kanalin tim. Kemi një video përsëri ku do t'ju tregoj disa gjëra shumë të bukura që më kanë ardhur nga Raboesi. Nuk e di nëse e shqiptova mirë, por më kanë ardhur 3 palë këpucë. Tani do t'i marr dhe do t'ja tregoj të gjitha me radhë. Kam këtu 3 palë këpucë të cilat i kam zgjedhur sipas stilit tim të përditshëm, sepse kjo firmë i ka të gjitha këpucët pothuajse, shumë të thjeshta dhe të cilat mund t'i kombinoni lehtë dhe t'i përshtasni sipas stilit tuaj. Ka stil të thjeshtë dhe unë jam munduar që t'i përzgjedh ngjyrat sipas stinës që ne jemi, stinës së vjeshtës, por edhe sipas stinës të Krishtlindjeve, sepse kam zgjedhur 3 palë këpucë me 3 ngjyra të ndryshme. Tani unë jam munduar dhe kam përgatitur, kam bërë gati 3 outfite të cilat do t'ja përshtasim këto këpucëve. Këpucët kishin ardhur të treja së bashku në 3 kuti të ndryshme dhe bashkë me to edhe një thank you card. Tani, kjo është karta që e vendosin me vete. Nëse ju po mendoni për t'i bërë dhuratë dikujt, ju vin edhe me këtë kuponin, me këtë thank you card. Atëherë, pa humbur kohë, do filloj t'ju tregoj palët e para, të cilat kam menduar t'i kombinoj me këtë veshjen e sotme, që kam veshur këtë setin kaf, i cili është shumë i bukur edhe përshtatet për stinën e vjeshtës. Vazhdoj me palën e parë të këpucëve, pa humbur kohë. Hapim kutinë e parë, unë i kam parë që të gjitha, i kam parë që në momentin e parë që më ka ardhur paguja, sepse mezi i prisja, edhe më kanë pëlqyer që të treja palët, i kam provuar dhe nuk e di, por më duken shumë komode. Do i shihni edhe në videon që do ju tregoj, që janë shumë të buta në momentin që i vesh edhe shkel ecën nëpër shtëpi. Unë i provova, domethënë dhe i vesha nëpër shtëpi dhe ishin shumë të buta. Në përgjithësi unë kam probleme me pupat, sepse ose më vrasin, ose sepse më lodhen shumë këmbët gjatë ecjes me to, por mendoj se këto ja vlejnë edhe janë shumë të bukura, të cilat dhe mund t'i kombinoni shumë lehtë. Atëherë, pala e parë. Më ka ardhur në këtë kutinë kafe, ndryshe nga ato 2 të tjerat. Janë të paketuara shumë mirë, kanë këtë leckë në mënyrë që të mbrohen edhe mos të dëmtohen gjatë rrugës. Dhe shikoni pak tani se çfarë ngjyre unë kam zgjedhur. Po hap të parat. Dhe janë këtu. Shikoni pak se sa të bukura që janë. Dhe shikoni se si janë të paketuara në mënyrë që mos t'ju preshat forma dhe të vinë sa më mirë. Kjo është një ngjyrë kafe e errët, kafe e pjekur, me këtë fjongon këtu, edhe mendoj se do shkojnë shumë bukur me këtë outfitin që kam zgjedhur. Do jetë një total look me këtë ngjyrë dhe do kombinohen shumë mirë. Tani po i provoj, nuk ka mbas më shumë kohë, dhe po ja u tregoj edhe juve se si. Ky është kombinimi i parë që unë kam menduar për të veshur këpucët në ngjyrë kafe, me këtë seti në ngjyrë kafe dhe këto janë këpucët e veshura, besoj se e keni parë tek klipi më përpara, me këtë çantën e thjeshtë. Nuk kam shumë llojshmëri çantash sepse i kam në Finland, por me këto që na gjenden do kombinohemi dhe do krijojmë outfitet e bukura për të kombinuar këto këpucët që na kanë ardhur. Janë shumë të rehatshme në këmbë. Si që shihni, janë shumë të buta edhe rinë shumë bukur. Janë në numrin 36, numri im, dhe kombinohen shumë bukur dhe me këtë seti. Tani vazhdoj me veshjen e dytë dhe me kombinimin numër 2. Që të vesh të xhinset nga Perla edhe këtë bluzën me viza, duke qenë se përshtatet shumë me ngjyrat e atyre që unë kam zgjedhur dhe me të gjithë veshjen në fund. Dhe çfarë kam menduar? Këto janë xhinset që u kam treguar edhe herë tjetër dhe janë shumë të mira, më kanë pëlqyer shumë si material edhe se sa rehat që të rinë në trup. Dhe vazhdojmë me palën e dytë të këpucëve. Atëherë, që unë e kam hapur pak dhe ka këtë logon e Raboesit dhe gjithashtu në numrin 36 kam zgjedhur këto këpucët
që janë bërë shumë virale, i shikoni kudo nëpër vajzat që merren me këtë punë, me veshje, me outfite të ndryshme, me mod, dhe janë këto. I provova edhe këto dhe nuk ishte fare e bezdishme që janë kështu që futet ky gisht i madh këtu, nuk ishin fare të bezdishme dhe janë shumë të buta. Shikoni pak se sa elastike që janë edhe se sa të buta janë. Nuk të vrasin fare. Tani i kombinojmë, i veshim dhe këto dhe të shikojmë totalin në fund se si do dukemi me këto këpucët. I veshim edhe i tregoj në fund kombinimin. Që veshja të na bëhet e kompletuar, do vesh dhe këtë pardesyn, kemi dhe një aksesor tjetër që është kapelja ngjyrë vishnje, të cilën unë s'e kam veshur asnjëherë, që e kam nder, dhe të shikojmë se si do duke në fund, të gjitha së bashku, sepse është hera parë që i kombinoj, por besoj se do dalin shumë të bukura. Të marrim dhe kapelën dhe shikojmë se si na rri, se unë flokët i kam të kapura, në gjysmë. Do vendosim kapelkën dhe shikoni pak se sa më shkon kjo ngjyra vishnje, edhe pse unë e urrej, nuk e kam qef fare të kuqen edhe vishnje, por kur vjen ky sezon i vjeshtës ose i Christmas, i Krishtlindjeve, mua më pëlqen më shumë. Tani, kështu është outfiti, jeanset, bluza edhe pardesyja. Këtu kemi kapucët, të cilat janë shumë të bukura, dhe po e kthej kamerën që t'ja u tregoj se si duken të veshura dhe e gjitha. E dim që e zeza shkon me çdo gjë, por në këtë stin që jemi, shkon akoma edhe më shumë, duke qenë se këto janë si lëkurë të zeza edhe kombinohen me çdo gjë, ndaç me streqe, ndaç me fund, me ndonjë pantallon të shkurtër, ose me xhinse, ngjajnë shumë bukur, siç unë i kam veshur. Ky është një kombinim që mua më pëlqen shumë edhe kombinohen shumë ngjyrat me njëra tjetrën dhe këto këpucët janë shumë të rehatshme. Do t'i vesh një nga këto ditët dhe do ju them në vlogun tjetër se sa të rehatshme janë edhe nëse më kanë lodhur këmbët apo jo. Sepse unë i kam veshur që i provova në shtëpi edhe tani që jam duke ja u treguar dhe juve. Mua më pëlqejnë shumë dhe në fakt kur i kam parë në vajzat e tjera, domethënë influencer që janë për modën, për veshje të ndryshme, nuk është se më kanë pëlqyer shumë këto lloj këpucës që kanë atë ndarje në mes tek gishti, por nuk e kupton fare që gishti jot është i ndarë nga pjesa tjetër e gishtave, edhe janë shumë të rehatshme. Tani kur t'i provoj jashtë do t'ju them nëse ja vlen apo jo. Por me këtë që po shikoj më pëlqejnë shumë. Tani kemi dhe pakon e fundit. Kam menduar edhe një outfit për këto këpucët e treta. Në fakt këto janë me pak tak. Unë jam një person që nuk vesh taka fare, vetëm kur kam ndonjë rast, ndonjë sebeb, sepse në përditshmëri unë jam gjithkohon me balerina ose me atlete. Këto janë dhe një ngjyrë që unë nuk është se e përqej shumë, por i zgjodha duke qenë se kemi festat para edhe mund të përdorim në ndonjë rast ose në ndonjë fest edhe t'i përshtasim me outfitin. Kam menduar gjithashtu për këto këpucët një outfit, të cilat do t'ja u tregoj për pak, por si fillim, po bëj hapjen e kutisë, shikoni pak se sa e bukur që është. Dhe gjithashtu këto vinë të paketuara në këtë lloj mënyre, i kanë futur në këto mbrojtëset e tyre dhe shikoni pak në çfarë ngjyre janë. O zot, vishnje ose të kuqe, nuk e di si më të quaj, por janë vishnje, kanë këtë shkërqimin, kanë edhe këto tre lidhset. Mezi pres t'i provoj dhe të shikoj se si do t'i kombinojmë. Kam menduar t'i kombinoj me këto pantallonat gri, të cilat janë serioze dhe me një bluzë të thjeshtë të bardhë, dhe nga sipër do hedhim këtë xhaketën nga Zara dhe gjithashtu këpucët ngjyrë vishnje, të cilat mendoj se do shkojnë shumë, sepse gria me të kuqen shkon goxha me vishnje. Tani unë i bëra lëmsh vishnje të kuqe, por mund të themi që janë vishnje. Nuk po e mbyll
zinxhirin dhe po marrim mini takat, ti provojmë dhe ti shikojmë se si do të na rinë. Luku i tretë dhe i fundit, takat e kuqe i kombinohen në gri me bluzën e bardhë dhe me këtë xhaketën e ngjyrë gri dhe shikoni pak se si janë. Janë shumë të bukura, por jo stilim. Me siguri këto do t'i adhuroj mamit, sepse ajo i ka shumë qejf ngjyrën e kuqe, edhe besoj se ka për t'i veshur dhe kam për t'i shkuar më shumë asaj, sepse janë më shumë stili serioz zonjë, sesa këto dy palët e tjerë, të cilat janë më sportive dhe stili përditshëm, të cilat unë i vesh më shumë. Kështu duken, do i kthej kamerën tani dhe do t'ja u tregoj. Ardhur në fund të kësaj videoje, këto janë zgjedhjet që unë kisha bërë, janë 3 palë këpucë shumë të bukura, të cilat u mundova që t'i kombinoj sa më mirë dhe ashtu siç unë di dhe sipas të përshtatura në fakt sipas stilit tim. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer, por përpara se ta mbyll do ju lë edhe një kod të cilin e keni shkruar këtu sipër dhe keni 20% ulje nëse ju zgjidhni nga koleksioni i tyre ndonjë palë këpucë, mund të përdorni kodin tim, të cilin e keni të shënuar këtu lart dhe përfitoni 20% ulje. Shpresoj edhe një herë që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe bashkë shihemi në video të tjera akoma dhe më të bukura. Paçim!